Në ambientet e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë u promovua libri E Djeshmja dhe e Sotmja në Kosovë, Histori, Shoqëri dhe Besim, i cili është botuar në 2 gjuhë, shqip dhe turqisht. Ky libër është realizuar nga Fondacioni i Parlamentarëve të Botës Turke me mbështetjen e Drejtorisë për Turqit jashtë vendit dhe komunitetet e lidhura, si dhe kontributet e institucioneve të ndryshme, përfshirë Universitetin e Prishtinës. Kryetari i Presidencës për Turqit jashtë vendit dhe komunitetet e lidhura shprehu nderin e tij të madh që ndodhet në Kosovë. Ai tha se Kosova, me të kaluaren e saj të pasur historike dhe vendodhjen strategjike, përbën një pjesë të dalluar të Ballkanit. Kurse presidenti i Fondacionit të Parlamentarëve të Botës Turke theksoi gjithashtu se libri në fjalë pasqyron një përpjekje të thellë për të kuptuar trashëgiminë historike, strukturën shoqërore, botën e besimit dhe identitetin kulturor të Kosovës. Ndërkohë ambasadori i Turqisë në Prishtinë theksoi se Kosova mban një vend të veçantë në zemrat e kombit turk dhe theksoi se Turqia do të vazhdojë të qëndrojë pranë Kosovës me të gjitha institucionet e saj. Pas fjalimeve, u mbajt një diskutim në panel me folësit Murat Onsoj, Abdulkadir Durguti, Raif Virmica dhe Islam Hasani, të cilët trajtuan disa tema që lidhen me zhvillimet shoqërore, fetare dhe kulturore në Kosovë. Në këtë libër, dekani i Fakultetit të Studimeve Islame, Dr. Islam Hasani, trajtoi temën gjendja aktuale e arsimit fetar në Kosovë.